Motër, ju keni thënë se njerëzit mund të mbushen me frymra të liga duke dëgjuar dhe duke besuar gjëra që nuk janë të mira dhe të shëndosha, doktrina të çuditshme, dhe se në disa raste përfundojnë të munduar duke parë dhe duke dëgjuar gjëra që nuk duhet i shohin e t'i dëgjojnë. Për shembull, në ditët e sotme ka një lëvizje shumë të madhe njerëzish të mbushur me një spiritualitet të rrem në rrjetet sociale, duke mësuar për aurën, meditimin, energjitë, çakrat, dhe këta persona thonë se këto energji, çakra dhe aura janë të barazvlefshme me frymën e shenjtë dhe hirin që Perëndia u jep bijve të tij. Mashtrimi këtyre njerëzve qëndron në faktin që thonë se të gjitha janë e njëjta gjë por me emra të ndryshëm. A mund të mësoni kishën rreth këtij fenomeni dhe se si duhet i përdorim shumë mirë shqisat tona, veçanërisht të parit dhe të dëgjuarit, pasi ka shumë vargje që flasin për këto dhe u japin atyre një rol themelor në formimin e mënyrës sonte të menduarit dhe të personalitetit ton. Sepse nëpërmjet tyre krijojmë një ide për jetën dhe zhvillohet e formohet mentaliteti ynë, duke krijuar koncepte të mira ose të këqija për jetën. Ne të mos dalim jashtë Biblës. Nëse ajo që vllai sapo përmendi është këtu në Bibël dhe Bibla thotë se duhet ta bëjmë, atëherë e bëjmë, apo jo? Por këtu në Bibël nuk flitet për këto gjëra. Bibla përmend se ka frymra të liga. Kështu që çdo gjë që është jashtë Biblës, çdo gjë që njerëzit e mësojnë si besim fetar apo jo, që e mësojnë si besim fetar, që i mësojnë si gjëra të mbinatyrshme, si meditimi, si fakti që duhet të mbyllin syt, që të marrin frymë në një mënyrë të caktuar, ose të përqendrohen, apo nuk e di se çfarë tjetër, por Bibla nuk na thot këtë. Këtu Bibla thot se duhet të hapim gojën, të lëvdojmë Zotin, t'i këndojmë atij, të lutemi dhe ta përlëvdojmë. Atë që Bibla nuk na e thot, atë nuk e bëjmë. Gjithçka që është jashtë Biblës nuk është nga Perëndia. Ato janë shpikje të djallit. Shpikje, unë them të djallit, e dini pse? Sepse dikush mund të thotë janë shpikje të njerëzve. Po njerëzve kush ua mësoi? Djalli. Djalli është ai që ka shpikur kaq shumë gjëra për t'ia mësuar njeriut dhe për ta larguar nga Perëndia. Djalli që nga Adami, ai deshi t'i mashtronte Adamin dhe Evën dhe i mashtroi, dhe që atëherë ai ka filluar të punojë, ka punuar gjatë gjithë kohës në të gjitha brezat, duke i larguar njerëzit nga ideja e ekzistencës së Perëndisë dhe nga bërja e vullnetit të Perëndisë dhe nga të pëlqyerit të Perëndisë, nga të dashurit dhe nga të përlëvduarit të tij, sepse thuhet se Perëndia e krijoi njeriu që ta lavdëronte, ta përlëvdonte atë, dhe djalli ndërhyri dhe ai doi që ta lëvdojnë edhe atë. Prandaj djalli shpik të gjitha këto, prandaj harrojini të gjitha këto gjëra, mos i bëni ato, mos u mashtroni. Ne jemi këtu duke lexuar Biblën dhe atë që fryma e shenjtë na mëson, atë që Perëndia na jep, atë bëjmë. Të gjitha të tjerat janë shpikje të djallit që ua ka vënë në zemër dhe në mentalitet njerëzve. Kjo është pra. Prandaj ne nuk duhet të merremi me këto gjëra sepse ato ndotin shpirtin, ndotin frymën dhe bëjnë që njerëzit të humbasin besimin dhe sigurinë te Perëndia. Dhe ajo që u ndodh njerëzve është që frymra mashtruese, frymra të liga, hynë tek ata, hynë dhe i pushtojnë dhe aty u shkatrojnë jetën shpirtërore, u shkatrojnë paqen dhe bekimin që Perëndia u kishte dhënë deri në atë moment. Atëherë personi fillon të bëjë mbrapa, të kthehet pas në vend që të përparojë në jetën e tij shpirtërore. Prandaj të mos u kushtojmë vëmendje atyre njerëzve, mos hyni të hulumtoni ato gjëra sepse Perëndis nuk i pëlqen kjo gjë, që ju të filloni të hulumtoni gjëra satanike, gjëra për jogën, për metafizikën, mirë, dhe shumë gjëra të tjera që ekzistojnë. Mos e bëni këtë gjë as nga kureshtja. Sepse nëse ju e bëni nga kureshtja, frymrat e këqij vinë dhe ju pushtojnë, dhe atëherë jeta juaj do të jetë më keq nga ajo që kishit më parë. Kjo është pra. Le të kemi kujdes nga këto gjëra, le të kërkojmë vetëm Perëndinë e Biblës dhe atë që Bibla na mëson.